Edhe pse ka kaluar pothuajse gjysma e muajit shkurt, familjet e policëve të rënë në krye të detyres ende nuk i kanë pranuar shtesat për muajin janar, e të cilat edhe u takojnë me ligj. Në adresën e lajmit kanë ardhur edhe ankesa nga familjarë të policëve të rënë në detyrë, të cilët kanë thënë se përveç që nuk i kanë pranuar shtesat, nuk kanë marrë asnjë përgjigje për këtë çështje as nga policia, as nga Ministria e Financave dhe as nga Ministria e Punëve të Brendshme apo Sindikata e Policisë. Ata shprehen se pagesa e dhjetorit e kanë gjithashtu me vonesë saktësisht me 16 janar, ndërsa për të janarit vazhdojnë të jenë në pritje. Ne edhe më herët patëm raportuar për mos ekzekutimin e këtyre shtesave për muajin dhjetor, ndërsa pas raportimit ishin ekzekutuar këto pagesa edhe pse me vonesë. Për këtë çështje, Ministria e Financave kishte deklaruar se mund t'i drejtohemi Policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa policia na pati thënë se duhet t'i drejtohemi sindikatës së tyre. Nga asnjëra nga këto institucione nuk patëm marrë përgjigje e njësoj kanë vepruar edhe tani kur këto pagesa nuk janë ekzekutuar.